Pas humbjes në finalen e Superkupës ndaj Bestivjes, vllaznia e basketbollit për meshkuj do të përqendrohet tashmë në kampionatin kombëtar. Trajneri i skuadrës Eni Llazani u shpreh se sezoni i ri do të gjejë kuqeblut me objektiva më modest, të kushtëzuar kryesisht nga situata financiare e klubit. Duke pas parasysh që 6 ekipet e para janë realisht shumë të forta, ne synojmë me kanë në 6 ekipet e para. Llazani shpreh se merkatoja e verës është fokusuar tek produkti vendës, me disa afrime që pritet t'i japin skuadrës më shumë stabilitet dhe alternativë në parket. Ai theksoi se gara për Kreun do të jetë e fortë, duke përmendur rivalitetin e ekipeve që kanë investuar më shumë, por vllaznia do të kërkojë të bëjë një paraqitje dinjitoze në kampionat. Janë ekipe si Apollonia që po punon fort, janë ekipe si Tirana, Teuta, Kamza, Beslidhja natyrisht është më e forta në kampionat. Ne synojmë t'jena pjesë e këtij grup, pra t'jena edhe ne ndër ekipet e forta të kampionatit. Në fund, tekniku i kuqebluve ndalet edhe tek arritja e interesit të rinjve për basketbollin në Shkodër, duke cilësuar si një sinjal pozitiv për të ardhmen e këtij sporti në qytetin e traditës së Koshit. Kena pjesëmarrje goxha të madhe, sidomos në moshat 14 deri në 16. Natyrisht aty është pjesa më masive e akademisë tonë, edhe po punojmë me to përditshmëri. Pastaj gradualisht piramida vjen duke u ngushtuar te U18 edhe pastaj te ekipi i parë. Pavarësisht sfidave, vllaznia do të kërkojë të mbajë gjallë pasionin e tifozëve shkodran për basketbollin, duke u mbështetur tek energjia e lojtarëve të rinj dhe përvoja e elementeve kyç që do të udhëheqin skuadrën gjatë sezonit.